Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. I ftuari i parë është një ftuar shumë interesant. Ai është Bledar Çakalli. Bledar, mirë se erdha. Mirë se gjeta. Të falenderoj që pranove ftesën dhe të falenderoj për çdo pikturë dhe çdo histori që ke lënë në muret e Shqipërisë, por jo vetëm. Të falenderoj. Nësi, gjithashtu. Së pari dua të nis para se të nisim me pyetjet tjera, për disa pikpyetje, për disa gjëra që ne nuk i dim, dhe do na i thuash, besoj. Dua të di se si nisi ky pasion për ty dhe më pas e ktheve punë. Si është historia? Shiko, kjo ka qenë gjithmonë si dëshirë ose si pasion në fillimet e mia. Por tashmë pa e kuptuar më është kthy një sfidë shumë të madhe dhe detyrë mbi gjitha. Në një sfidë. Pse e quan si sfidë? Cila është sfida më e madhe që përballesh çdo ditë? Shiko, nuk kam qenë shumë i vetëdijshëm që do kisha kaq shumë përplasje. Se unë thjesht po ecem atë mendimin që po bëj diçka të mirë për vendin tim, por pa u fut thellë edhe e kam kuptuar shumë vonë që ne kemi dhe armiq, historikisht e kemi pas, dhe gjithmonë ato kanë qenë që ne të ishim gjithmonë ato shqiptarët, të uqim kokën vetëm për mbi jetesë dhe mos arishim kurrë që ne të shkruashim historinë vetë. Kush janë armiqt më të mëdha që ke hasur deri më tani gjatë gjithë kësaj sfide që ke kaluar? Shiko, në moment që ti bën një pikturë dhe ajo pikturë tregon një histori, automatikisht dalin armiq. Mund të përmend faktin e disa muraleve në jug të Shqipërisë, që ka pas shumë përplasje me Actaf, me Lanin, me komandant Elinin, janë shumë figura që tregojnë historinë. Komandant Elini është vrarë për shkak të kufirit shqiptaro-grek. Dhe Actaf Melani poshtë është vrarë nga Greqia asaj kohe për shkak që nuk ka pranuar të japë mesh në gjuhën shqipe. Gjithashtu ka qenë një ndër kontribusi më të mëdhenj për shkollat shqipe në jug të Shqipërisë. Do me thënë problemet dhe sfidat më të mëdha i ka hasur në jug. Bëhet fjalë për Shqipërinë, do kalojmë pastaj. Është në disa zona të jugut, ku aty shteti krejt gjithmonë ka pas pretendime territoriale, gjithashtu edhe e ka si agent disa zona të jugut Shqipërisë për shkak që pretendojnë për minoritar dhe historinë e helenizmit. Cila ka qenë piktura që të ka marrë më shumë kohë dhe sa kohë është dashur që të realizohet? Është ajo në Mjerdit që kanë qenë diku ka 3 muaj gjys, diçka e tillë, dhe ka qenë goxha e madhe. Por tash për mua nuk janë thjesht piktura, tashmë është histori dhe një sfidë më e madhe se thjesht një murale. Çfarë ndikimi kanë pasur këto pikturat e tua në politik? Unë tashmë jam në botën e politikës, jo i angazhuar, por përcjell mesazhe politike. Ti kur vizaton në Vlezit Frashëri, ti tregon një histori shumë të madhe. Vlezit Frashëri dihet kush janë. Tashmë bota e politikës nuk është se i adhuron shumë këtilla figura, për shkak se politika e sotshme për fat keq që do që populli shqiptar të jetë siç ka qenë dikur, mos mendoj për shumë gjëra, mos më ia lën kohën shqiptarëve që të mendojnë për të mirën e kombit. Mos mendojmë për bashkimin me Kosovës, mos mendojmë për Çamërinë, mos mendojmë për troje të tjera shqiptare. Për fat keq ne e kemi vujt dhe po e vujmë këtë ndjesi që të jemi gjithmonë të nështrum sa për mbi jetesë dhe mos arrim të mendojmë për shumë gjëra. Politika jone do bashkimin me Kosovën dhe Çamërinë? Shiko, për Kosovën është çështje tjetër, por për Çamërinë është një fakt për të ardhur shumë keq që sot shteti jon shqiptar nuk ka arrit të paktën të bëjë një përpjekje për njohjen si genocid, si histori e një pjesë të trungut shqiptar. Nuk e ka bërë asnjëherë deri më sot. Ka hasur probleme edhe në Çamëri?
Çamëria gjithmonë është problem, çamëria gjithmonë është një plagë e kombit shqiptar që për fat keq sepse ka edhe pak më parë që nuk është se e ka akoma drejt ligjore, shtetërore nga shteti shqiptar që bëhen përpjekje të tilla, edhe këto janë përpjekje si individ, përpjekje që kanë bërë patriot tjerë, thjesht me majt gjallë. Edhe ky është problemi më i madh që nëse dikush përpiqet të bëjë diçka kundra dy shteteve, tashmë unë jam kundra dy shteteve, nuk jam vetëm kundra Greqisë, por një farë mënyrë edhe kundra politikës shqiptare, edhe është shumë problem, sidomos kur ceken disa histori që nuk duam që t'jenë në publik. Me shtetin shqiptar ke hasur probleme? Me shtetin shqiptar kam pas probleme fillimet e mia për shkak që, siç e thash, kanë qenë fillime dhe ju dukte pa besueshme një djalë nga Dibra të shkojnë kondispol për një shqiponj, të shkojnë kondispol për një shkrim, derisa një farë mënyrë ishte detyruar të boja person publik që të paktën t'i kisha në krah, dhe për fat mirë sot policinë shqiptare kanë pas goxha vështirë. Me këtë që na tregon dhe këtë punë që bën, tregon që je shumë patriot, tregon shumë patriotizëm. Jo, kjo është thjesht detyrë që mund ta bëjë çdo kush. Unë nuk mund të them që jam artisti më i mirë, por thjesht bëj ato çfarë mundem me bë për kombin. Dhe çdo kush mund ta shohë si detyrë me mënyrën e vet edhe në çdo lloj fushë të ndryshme. Po unë jam shumë kurioze të di, a ka marrë masa shteti grek për punën që bën? Unë jam i bindur që ka marrë masa, dhe jo vetëm shteti grek, por edhe grupe ekstremiste greke janë vigjilent gjithmonë ndaj punimeve që bëjnë. Çfarë ke bërë në Greqi? Në Greqi nuk mund ta quaj Greqi, unë quaj Kalkidiki. E quaj në Çamëri. Tash atje është e pamundur të bësh murale ose piktura, të paktën ato që kam arrit me bë kanë qenë vetëm shkrime. Çfarë shkrimesh ke bërë? Shkrimet kanë qenë gjithmonë Çamëria është gjallë, vjesha të rilindësve, ka pas edhe disa shkrime të tjera që nuk është mirë me i përmend, por gjithmonë pa cenu askënd, vetëm me tregu historinë e vërtetë të kombit shqiptar. Sa mirë. Ne jemi një komb që s'është nevoja të jemi në ekstremist në disa gjëra, thjesht mjafton të tregojmë të vërtetë. Cila është figura kombëtare që të ka pëlqyer më shumë nga ato që ke bërë ti? Që më ka pëlqyer zakonisht çdo portret tregon histori, por frymëzimi më të madh që ta jep për mua është Elezi Sufi. Pse pikërisht Elezi Sufi? Duke qenë se vi nga Dibra dhe jam rrit me figurën e Elezi Sufit, me figurën e Tom Nikol Kaçorit, me figurën e Skënderbeut, me figurën e Iljash Pashçok Dibra, kështu që këto kanë qenë frymëzimet e mia që në vegjeli. Tilla figurë. Ti ke qenë dhe në ngrata? Besoj që jam akoma në ngrata. Pse? Po e thash edhe më parë që nëse dikush i shef si piktura të thjeshta, dikush tjetër i marr si kërcënim. Edhe nuk e kuptoj arsyen pse do ta marrin kërcënim një figurë që njihet botërisht, siç është Marko Poçari, siç është Kolokotroni, siç është Bubulina, që de facto kanë folë dhe studios të huaj që janë shqiptar. Duke qenë si janë në ngrata, si hyn në territorin grek? Shiko, në ngratat nuk besoj që do jenë pengesë për kauzën edhe për historinë e këtij kombit. Gjithmonë do e gjesh një mënyrë që të tregosh të vërtetën dhe atë ku duhet. Në cilat shtete fshinje ke bërë murale? Shtete fshinje. Në 2016 mos gaboj kam qenë në Tuzë të Palësisë Madhe, që sot është në Malinë e Zi,
dhe jam ndalu për shkak të Alipash Gucis dhe aty kam pas një anullat prej 6 muajsh. Dhe është një fakt interesant se ase kohë ka qenë që nuk është se u njifsha, nuk më njifshin njerëzit, e çdo gjë që e bëja nga ana ime që doja me e bë. Dhe kur morëm pyetjet policia e Malit Zi, unë po tregoja të vërtetën që kam marrë dhe kam dashur me bë, kam di historinë dhe doja me bë diçka për shqiptarët e kësaj zone. Pastaj shumë vonë kam kuptuar edhe i kam analizuar shumë mirë ato pyetje që mi kanë bën 2016-ën policia e Malit Zi. Ndihesh i friksuar? Shiko, friksuar nuk më them që ndihesh i friksuar, por vigjilent do t'jesh. Si janë çështje të mëdha. Janë çështje të mëdha, janë çështje që vetë Evropa na e ka bën ndarjen e territorit të Shqipërisë edhe ne nuk mund të dalim kundra gjithçkaje. Ne do të jemi ato që ta kërkojmë drejtën, pastaj na përgjigjet dikush. Për ty kanë reaguar dhe mediat serbe dhe deputeti i Serbisë? Jo, ka qenë deputeti i Greqisë. Kyriakos Velopoulos, mos gaboj, është në deputet në parlamentin e Greqisë. Mund të na flasësh pak më shumë për këto komente, për këto deklarime që kanë bërë ato, pse, si nisën? Shiko. Dhe çfarë ndodhi më pas? Unë ta thash dhe të them gjithmonë që nëse dikush i shef që janë thjesht morale, për disa tjerë janë histori. Çfarë pasojash patë ti? Pasojë gjithmonë është e presioni që nuk jem i lirë siç ke qenë më parë, siç isha kur nuk më njihte njëri. Gjithmonë tashmë e kuptoj që çdo hap që marr kam njerëz të mirë që më ndjekin, po e di që kam dhe njerëz që duan që unë të bi në kurthet e atyre. Ky është presioni që e ke gjithmonë dhe do të jesh shumë i kujdesshëm. Por kur bëhet fjalë për historinë e kombit, i merr parasysh gjitha. Prandaj po them që ti tregon shumë patriotizëm, duke qenë se merr parasysh dhe jetën tënde në fund të ditës, vetëm për Shqipërinë. Shiko, këtë pyetje më kanë bërë shpeshherë dhe deri diku është e vërtet që marr shumë rrezik përsipër. Por s'do të harrojmë dhe dëshmorët që sot i kemi dëshmorë, dhe ata dikur kanë pas nom, pa fëmijë, dhe ata kanë pas dëshirë me jetu, dhe ata kanë pas dëshirë me bërë diçka të mirë, por nuk morën parasysh asgjë dhe dhanë jetën. Unë derisa kam hyrë këtë gjë, unë jam i vetëdijshëm që edhe jetën mund ta jap. Këtë aktivizim që e bën vetëm apo ke sponsorizim dikë apo dikë që të mbështet dhe është pas teje? Shiko, në fillimet e mia kam thënë që kam qenë vetëm. Jo i vetëdijshëm për këtë që do arrija, që sot ka njerëz që mbështesin dhe ka njerëz që e duan tregot historia e Shqipërisë dhe e kombit shqiptar. Por çdo gjë është nis spontanisht me dëshirën që të bëj diçka të mirë për vendin tim. Cila ka qenë pjesa më e vështirë gjithë kësaj eksperience? Momenti më i vështirë. 9 janar 2024. 9 janar 2024 më ka lindë vajza në Dardania dhe unë kisha planifikuar boja një aksion në zonën e Çamërisë, kështu që e lash në spital, nuk e prita vajzën dhe u nisa për rrugë dhe për fat poja datë ka qelluar që jam ndjek nga policia greke. Dhe vajza quhet Dardania. Po. Pse pikërisht vendose t'i lesh këtë emër? Por është ne do të më kthejmë identitet rreth parë. Nëse shef në Shqipëri, në Kosovë, në trojë shqiptarët Maqedoni, kemi shumë toponime slave dhe emër fshati, emër rrugë që është e panevojshme. Nëse Shqipëria do kthehet dikur në origjinën e saj, është
kthehet në historinë e vërtetë. Ti bën gjithë këtë aktivizëm patriotik. Çfarë mendimi ke për njerëzit që jetojnë në fshatrat kufitar dhe e quajnë veten grek? Unë nuk mund të quaj fshatra kufitar në radhë parë, se Shqipëria është, mund të themi, vetëm shtet në botë që është i rrethuar nga nga shqiptarët e vet. Ti nëse shkon nga Dibra e vogël në Dibër të madhe, po shqiptar do gjesh. Nëse shkon nga Kuksi për exempël, po shqiptar do gjesh. Nëse kalon nga Shkodra në Tuz, shqiptar. Kalon ka Gavin, del në krah tjetër, po shqiptarët. Këto janë metoda që përdoren shpesh herë me mbajt në presion një shtet që e ka gjithmonë si mund ta shpjegoj, për shembull, Shqipëria nuk është në nivelet e Greqisë apo të Serbisë. Gjithmonë kemi qenë në shtrum dhe kanë hap çështje më të ndryshme, siç janë varrezat, siç janë minoritare, siç janë që kërkohen pronat pa logjikshme për mendimin tim. Kështu që nuk ka fshatra kufitar në Shqipëri. Po pra, për këto shqiptarë që identifikohen si grek, çfarë mendimi ka? Unë kam qenë dhe në Sarandë dhe në Ksamil. Kanë qenë shqiptarë dhe nuk më kanë folur shqip. Kjo është çështje tjetër që për mua janë çështje interesi. Një njeri që mund të shesë gjakun e të parëve të vet, ti mos kërko që ti bësh moral atit. Edhe janë njerëz për çështje të ndryshme interesi e bën këtë gjë. Por njëkohësisht kam qenë dhe në Greqi, pronarja në fjalë e resortit ku unë po bëja pushimet nuk më fliste shqip, ndërkohë që ishte shqiptare. Pse grekt janë kaq? Unë Greqinë e njoh shumë mirë, se po podcasteve edhe për Greqinë mos e shoh. U njoh mentalitetin, u di genin. Nëse grekët duan të bëhen të fortë ose të bëhen në rolin e gangsterit, thon direkt, jam me origjinë shqiptare. Jam shqiptar, jam i Albanitë, se vazhdojnë me krenarinë të madhe e nxjerrin atë. Po nëse atyre nuk i intereson atë, nuk flasin atë shqiptar. Kuptoj. Tani unë dua të di me gjithë këtë aktivizëm që bën ti, duke marr presione, denoncime, kërcënime nga të gjithë. Familja jote, çfarë të thotë çdo ditë? E ke mbështetje? Familjen gjithmonë kundër e kam pas, edhe besoj edhe unë nesër pasën nëse fëmia im do merret me këtë gjë kundër dhe do jem deri një farë pike dhe kuptohet, por ta thash është çështje shumë serioze. Nuk është një çështje që po bën një murale, po tregon një natyrë, po tregon një lule, po bën diçka që nuk kemi punë askujt. Është vetë piktura ose portreti ose figura që dhe tregoj histori. Nuk është nevojë të bësh historinë, mjafton të bësh Ali Pash te Pelena të tregohet gjithë historia mbrapa. S'është nevojë të bësh gjithë historinë e Janinës. Bëj Ali Pash te Pelena të tregohet vetë historia. Çfarë të frymëzon çdo ditë? Frymëzimi në radh parë janë ata njerëz që kanë dhënë jetën për troje shqiptare. E dyta është që ne si kom kemi përkalu shumë genocide dhe spastrim etnik, kemi pas kampe për fatkeq, për dhënimi, si në Kosovë, si në Çamëri, si kampi i Tetovës që u vran shumë shqiptar padrejtësisht, të paktën sikur mos kërkojmë asnjë gjë, të paktën drejtësi për ato që janë vrarë. A ke menduar ndonjëherë ta lesh pikturën? Piktura është arma ime më e fortë, kështu që sa të jem gjallë dhe pa aq kosa do ketë nevojë do jem këtë piktura, nëse është nevojë për diçka tjetër pastaj prapë gatshëm. Le të kalojmë pak tek aktualiteti. Të kam parë që ke marrë pjesë dhe në protestë. Po. Si e shikon protestën? Unë jam për ndryshim edhe besoj që si Berisha, si Rama kanë fajt të veta. Kanë fajt të dytë për këtë gjendje që është Shqipëria.
Nuk jam kundra Ramës, nuk jam kundra Berishës, jam kundra klasës politike që janë talë shumë keq me shqiptarët. Nëse do të kishe mundësi të përballeshe me Ramën apo Berishën me një figurë patriotike, apo ta vizatoje diku, cila do ishte ajo? Avni Rustemi. Pse? Në fakt, sot nuk është se jemi në atë gjendje siç ka qenë koha e Avni Rustemit, por duhet një Avni Rustemi i dytë. Do është shumë të marrin si kërcënim, por nuk është kërcënim, është për fat keq gjendja që është Shqipëria sot. Tani unë nga ana jote të doja një mesazh për të gjithë shqiptarët. Kur përmend shqiptarët, nuk do të më përfshi gjithë shqiptarët edhe gjitha trevat. Ne për fat keq në rreth par ne nuk njohin njëri tjetrin mirë. Ai Luginës Preshevës nuk njeh atë të Sarandës, ai Sarandës nuk njeh atë të Shkupit. Ne do të mu bashku njëri në rreth par me njëri tjetrin. Njohim njëri tjetrin, bashkëpunojmë me njëri tjetrin, krijojmë besim ke njëri tjetri, pastaj mund të arrijmë gjëra më të mëdha. Tani unë kam një rubrikë që do përgjigjesh për 3 sekonda. So. Piktura apo mural? Histori. Laps apo penel? Laps. Ngjyra e preferuar? Kuqezi. Një figurë historike që do të pikturoje? Skënderbeu. Frymëzim apo disiplinë? Frymëzim. Një artist që admiron? Historinë. Një fjalë për artin? Detyrë. Një fjalë për Shqipërinë? Detyrë mbi detyrat. Dhe një fjalë për origjinën tënde, për Dibrën. Vin nga 9 malet e Dibrës, kështu që e kam si ngjen dhe si detyrë nga gjitha ato pyetje që bën aty. Çdo gjë lidhet me Dibrën. Bledar, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që ishe pjesë e emisionit Vibe dhe do jesh gjithmonë i mirëpritur për të treguar dhe histori të tjera dhe të shikojmë çfarë do bësh në vijim. Të uroj shumë sukses dhe pat shfat. Respekt dhe faleminderit. E ftuara e radhës është një ftuar shumë interesante, por edhe shumë e dashur dhe më ka dhënë një energji super shumë të mirë. Ajo është Sonila Vogli. Sonila është medituese, merret me pastrimin e energjive negative dhe sot do të na flas pikërisht për energjitë negative, magjitë dhe çdo gjë e keqe që na vjen në jetë. Sonila, përshëndetje dhe faleminderit që erdhe. Përshëndetje juve. Kam kënaqësinë që të kam sot në studio dhe faleminderit për energjinë e mirë që më dhe. Faleminderit juve, është kënaqësi të jem këtu. Tani unë jam shumë kurioze, unë e di që magjia e zezë ekziston, sa lloje magjish ka. Mos fokusohemi vetëm tek magjistarët e magjisë së zezë. Dhe a ekziston magjia e zezë? Për të kuptuar në ekziston magjia e zezë, në radhë të parë po ekziston, sepse ekziston magjia në përgjithësi, duhet të kuptojmë që gjithçka është energji edhe gjithë ajo që ne quajmë magji është përdorimi i kësaj energjie për të mirën apo të keqen e një personi. Magjitë ndahen në shumë ngjyra, sepse ne kemi arritur tek e zeza direkt, po ka ngjyra të tjera përpara. Ne kemi magjinë e bardhë që është për të kundërshtuar atë që është magjia e zezë, kemi magjinë e kuqe që e quajmë magjinë e lidhjes, kemi magjinë e jeshile, të blertë, që është magjia në përdorimin e bimëve për të kuruar, apo në përdorimin e bimëve për pastrim, apo për manifestim, apo për çfarë do lloji gjëje që ne na ndihmon që të rikthejmë një ekuilibër në veten tonë, në një ambient apo në një person tjetër. Le të ndalemi pak tek magjia e bardhë dhe magjia e zezë. Okej. Magjia e bardhë kundërshton të zezën. Pa. Kush nga këto magji janë më të forta? Kush është gjithmonë fituese? Ka disa shkallë magjie edhe ka disa shkallë
personash, domethënë ka një nivel personash, ka një person që mund të arrijë nivele të ndryshme të bërjes së magjisë, edhe në anën e zezë edhe në anën e bardhë. Është normale që kur një person që kryen një magji të zezë është shumë i fortë në energjinë e vet, shumë i fortë në anën e zezë, në anën negative të këtij universi, duhet që të kundërshtohet nga një person sa më i fortë në anën e bardhë. Domethënë duhet të ketë një ekuilibër për ta kundërshtuar. Në qoftë se një person që është me energji më të ulët në anën e bardhë, sado që të mundohet, le të themi, që të heqë një magji shumë të fortë të zezë, nuk ja del gjithmonë mbar. Në këto raste kemi siç përdoret në magjinë e zezë entitete që për të bërë një magji, përdoren në magjinë e bardhë entitete apo engjëj që ne i quajmë për të hequr një magji. Kështu që është lufta ekziston edhe në mes të njerëzve, edhe në mes të forcave energjetike më të mëdhenj se ne. Më thej që kemi dhe magjinë e kuqa. Po, magjia e kuqe quhet ajo pjesë e magjisë që ka të bëjë me lidhjet dashurore. E quajmë të kuqe sepse kuqja është ngjyra e dashurisë. Prap kemi të bëjmë, për mendimin tim, në momentin që kërkohet një ndryshimi i mendimit të një personi, ndryshimi apo kur ndërhyhet në vullnetin e lirë të një personi, prap kalojmë në magji të zezë, edhe pse ne e quajmë të kuqe, sepse ne e bëjmë për dashurinë. Unë e dua atë person, kështu që dua që ta lidh dhe ta kem gjithmonë për vete. Po prap ti je duke ndërhyrë në vullnetin e lirë të atij personi. Prap kalojmë në një karm negative, le të themi, edhe pse ne e quajmë për ta zbukuruar magji të kuqe. Si mund të dallojë një njeri që po përballet me diçka të tillë apo thjesht po kalon një periudhë të vështirë të jetës? Shpesh pjesë e magjisë së zezë është ndryshimi i vullnetit të personit. Do më thonë, në qoftë se një person deri dje e mendonte në një farë mënyre, për shembull nuk do t'i afrohej kurrë atij mashkulli. Le të themi, një femër ti nuk do t'i afrohesh kurrë atij mashkulli sepse nuk e ke menduar ndonjëherë domethënë që t'i afrohesh. Edhe në momentin që ti tërhiqesh nga ai person, po flasim për rastin e magjisë së dashurisë, tërhiqesh nga ai person, po kur je në praninë e tij nuk ndjehesh e qetë, do të thotë që ka diçka që është ndërhyrë në energjinë tënde apo në vullnetin tënd të lirë. Ndonjëherë edhe jo, sepse nuk mund ta mendojmë edhe për këtë, njerëzit për fat të keq janë të këqij, kështu që edhe mund të bëjnë çfarë do lloji syri apo çfarë do lloji mund të shprehin edhe një dëshirë, sepse ndonjëherë ajo magjia e zezë është edhe një dëshirë e shprehur apo një mallkim i shprehur i një personi, kështu që mjafton ndonjëherë edhe pak fjalë për të arritur në një veprim energjetik negativ. Kur personi ndaj të cilit është bërë një mallkim apo është bërë një magji, ndjehet i lodhur pa arsye, ndjehet i kputur, nuk është në gjendje që të marrë një vendim edhe të saktë ndonjëherë. Domethënë edhe kur ja bën mendimin, domethënë gjëja që ti je duke vendosur, duket qartë se cila është e duhura që ti duhet të marrësh, edhe ti nuk e merr atë vendim. Do të thotë që ka diçka që nuk shkon. Është magjia aty. Le të ndalim pak tek mallkimi. Çfarë është mallkimi? Mallkimi është përdorimi i fjalës, siç përdoret për manifestimin, për arritjen e një gjëje të mirë në jetën tënde, përdoret edhe për arritjen e një gjëje të keqe ndaj një personi tjetër. Mund të mallkosh edhe veten ndonjëherë se ne shqiptarët pastaj kemi ca thënie që fëmijës në vend t'i themi të bëft jeta mal, i themi gjëra, fjalë të ndryshme shumë. Po ne, ajo nuk quhet se nuk e nxjerr me zemër atë. Unë mendoj se mallkimi e zë një person vetëm kur ai person të ka hyrë në hak. Edhe ti e mallkon me gjithë shpirt. Unë këtu e besoj mallkimin dhe karmën që mund t'i kthehet atij personi. Kjo është shumë e vërtetë sepse është e përforcuar nga një ndjenjë shumë e fortë, nga një emocion shumë i fortë. I ke bërë keq një njeriu dhe ai me gjithë zemër është duke të mallkuar, themi ne. Dhe kjo është e vërtetë, po shpesh ndonjëherë personat nuk e dinë që edhe një fjalë vetme mund të jetë
edhe e thënë për shaka ndonjëherë, mund të ketë vlerë shumë të madhe energjetike. Ti sa thonë, më ka bërë këtë të keqe, por unë i kam lënë Zotin. Okej. Çfarë do të thotë kjo? Është Zoti Do ai të thotë që që merr unë hak nuk për jam ne? duke u hakmar fizikisht apo në botën fizike, në botën materiale, ndaj një personi që ti e konsideron që të ka bërë një të keqe. Është Zoti që merr hak, është karma që merr hak. Okej, mund ta konsiderosh Zot, mund ta konsiderosh energji, është gjithsesi një energji negative që ti ke dërguar në univers, do të rikthehet prapsh. Ndonjëherë rikthehet me të njëjtën forcë, shpesh herë rikthehet 7 herë më fort, 10 herë më fort, 100 herë më fort. Edhe në anën pozitive, edhe në anën negative. Do të thonë karma ekziston si në anë pozitive dhe në anë negative. Ne jemi të çuditshëm sepse shpesh shohim vetëm anën negative të gjërave ose më shumë ato që na djegin dhe nuk shohim anën pozitive të gjërave. Por për shembull ne kemi si thënie që bëj një të mirë që të bëhet një e mirë më e madhe më mbrapa. Kështu që e njohim edhe karmën pozitive edhe në Shqipëri me thëniet tona. Kemi magjitë e zeza që shpesh kam dëgjuar që bëhen me perioda, apo me ujë të vdekurish, apo me penj, apo me vezë. Sa të vërteta janë këto? Janë për fat të keq të vërteta. Njerëzit përdorin nga gjërat më të çuditshme për të pasur energjinë e atij personi të cilit duhet që t'i bëjnë keq. Unë të them të drejtën nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë atë të ujit të vdekurit apo edhe të tokës më duket rreth një varri apo kur është duke u varrosur dikush. E kam dëgjuar kur jam kthyer në Shqipëri sepse më përpara këtë gjë nuk e kisha dëgjuar ndonjëherë. Po ditë të them këtë që ai ujë, ajo tokë, ajo rër mban një energji shumë të rëndë. Domethënë është shumë e madhe energjia edhe kur ti shkon në varreze, për shembull energjia është shumë e fortë, energjia le të themi e vdekjes, që jo domosdoshmërisht është energji e keqe, por është energji vdekje. Edhe është të ulë energjinë e trupit fizik. Kështu që ajo që bëhet me këto materiale përdoret për të ulur energjinë, për të bërë një të keqe pa një kthim, pa pasur një qëllim të veçantë, është thjesht të keqe e hapur në kuptimin. Domethënë këto janë magjitë më të forta që mund të përdoren. Besoj se po. Ka ndodhur ndonjëherë që njerëzit të ndrojnë jetë nga magjitë e zeza? Kam dëgjuar raste, Kam dëgjuar raste që arrihet edhe në sëmundje fizike, pastaj edhe të rënda, apo që se nuk është bërë një pastrim i mirë, apo që se s'është bërë asnjëherë një pastrim. Kam dëgjuar raste që mund të ndodhin për fat të keq edhe aksidente apo gjëra të tilla, po mund të ndodhin. Për fat të keq, po. Për fat të keq. Le të kalojmë pak tek syri. Unë personalisht jam një person që besoj shumë tek syri i keq. Okej, pse të mos besojmë tek ai i miri? Pse ka dhe sy të mirë? Atëherë çfarë mendon ju se është kjo kur themi ne na kanë marrë mësysh? Është një person që ka pasur një zili ndaj teje. Domethënë, në qoftë se të shoh të veshur bukur, që je duke bërë karrierë për shembull, apo që ke gjetur njeriu e jetës, apo që ke fëmijën e bukur, familjen e lumtur, apo ato gjëra që një person mendon se duhet t'i ketë ai dhe ti i ke, ai nuk i ka. Edhe ai nuk i ka, krijon një lloj zilie. Atë ne e quajmë sy. Çfarë është syri i mirë? Syri i mirë është në momentin që një person që nuk ka asnjë gjë të keqe, domethënë që nuk ka asnjë
që nuk i mungon asnjë gjë, zakonisht kur nuk i mungon asnjë gjë, kënaqet me arritjet e dikujt tjetër. Që është edhe familja jonë. Mund të jetë familja, shpesh mund të jetë familja edhe për syrin e keq, për fat të keq. Na merr syrin e familja. Patjetër. Është se sa i përmbushur është personi. Po që se një person ti bie në rrugën e një personi që është i përmbushur, ai do më të mirën tënde. Po që se ti bie në rrugën e një personi që ka shumë mungesa në veten e vet, do biesh në syrin e keq. A mund të tregoj zilia e një personi tjetër tek jeta jonë? Është kjo pra, është syri që ne quajmë sy të keq, po, ndikon zilia. Duhet të mos kemi frikë nga këto gjëra, sepse jemi duke prekur shumë ata anën negative të magjisë. Duhet që në një farë mënyre ne të jemi në gjendje, dhe ajo që mua më pëlqen të them gjithmonë është që bëhu aq e fortë, mbroje veten, që të mos prekesh nga kjo gjë. Si mund ta mbrojmë veten që mos prekemi nga syri? Ta mbajmë jetën tonë private? Mund edhe ta mbash jetën private, të tregosh gjërat më bazike apo që më të lehta dhe jo gjërat më profonde, më personale në një publik të gjatë tani me të gjitha rrjetet sociale, gjithë dinë gjithçka për njëri tjetrin. Kështu që është nëse më përpara ishte lagja që dinte gjithçka për ty, tani e din gjithë bota. A duhet të kemi frikë kur njerëzit na shohin, na komplimentojnë apo interesohen për jetën tonë personale? Pra, këtë po thosha që nuk është se duhet të kemi frikë, nuk duhet të kemi frikë. Mund të ndodhi që një person të komplimenton edhe për zili, sepse ta bën kastile dhe ka një zilit brenda, po në qoftë se ti je në gjendje që ti të jesh në ekuilibër me veten tënde, as zilia nuk të prek as syri i keq. Pastaj mjafton, ndonjëherë janë gjëra fare të vogla që ne shpesh i harrojmë, po ajo e hedhur ai kripës në darkë e mamas apo e gjyshes është shumë e vlefshme, kështu që djegja e kripës për të hequr ato energji negative që ti mund të kesh grumbulluar gjatë ditës apo me personat që ke takuar gjatë ditës. A mund të transmetoj një objekt energji negative? Po, mund të transmetoj energji negative. Ose për shembull, të marrim një shembull të thjeshtë. Nëse ne veshim rroba të dikujt tjetër, apo marrim rroba në vend të përdorura që i ka pas dikush tjetër. Okay. E marrim në atë energjinë që ka pas personi në fjalë që e ka përdorur para nesh. Ne duhet të mendojmë këtë gjë, që përpara se të arrijmë që ne të veshim rrobën e dikujt tjetër, ose që na është falur një rrobë, ne të paktën do ta lajme, do ta hekurosim. Që të ikë energjia. Që të iki pjesë e energjisë negative. Pastaj po që se mendojmë domethënë që ato rroba mund të kenë një ndikim të keq ndaj nesh, mund të bëjmë edhe një pastrim tjetër, pak me një temjan apo me një ujë me krip apo një diçka tjetër që ndonjëherë edhe një fjalë mjafton, sepse kjo është ajo që mua më pëlqen që të tregoj, se ndonjëherë mjafton që ti të thuash domethënë që asnjë gjë nuk më prek, në këtë momente unë jam e mbrojtur, edhe ti je e mbrojtur. Kjo ka të bëjë pak dhe me psikologjinë. Ju keni folur shumë dhe për psikologjinë. Ku bashkohet psikologjia dhe këto besime që kanë njerëzit, që besojnë tek syri, tek këto që sapo përmendëm? Na pëlqen ne njerëzve që t'ja hedhim fajin të tjerëve shpesh, kur edhe për gjëra që ndoshta kanë të bëjnë shumë me atë që ne përjetojmë brenda nesh. Kështu që ndonjëherë edhe kur neve na ecën keq për diçka, nuk shohim se ku kemi gabuar ne, po ja vëm fajin që më pa ai personi apo më foli keq ai, më kanë bërë magji. Ndonjëherë duhet edhe të shohim veten tonë. Këtu hyn shumë psikologjia, që të fillosh të kuptosh se kush je ti, se çfarë je ti duke bërë, se çfarë je ti duke dëshiruar dhe në ajo që ti do të arrish është për ty, sepse jo gjithçka është për ty. Se ti mund të kesh
një karm apo një destino, një fat që është i përgatitur për ty edhe ti je duke e neglizhuar, edhe je duke shkuar në një rrugë që është komplet ndryshe nga ajo që ti duhet të bësh. Është normale që në atë rrugë që nuk është e jotja ti të gjesh pengesa, sepse nuk është e jotja. Fatin e kemi të shkruar apo e shkruajmë vetë fatin tonë? Janë të dyja. Ka disa pika në fatin që është i vendosur që përpara lindjes së njeriut në trup. Ka disa pika kryesore që janë në rrugëzime, në të cilat ti do arrish patjetër. Për shembull, le të themi, unë kam humbur baban tim në moshën 24 vjeçare. Nuk mund ta shmangja këtë gjë, s'është pjesë e ime, është pjesë e fatit tim. Ajo dhimbje që unë kam jetuar në moshën 24 vjeçare ka ndikuar tek unë gjithsesi. Edhe më ka bërë që të marr veprime që ndikojnë në fatin tim. Pastaj, është një event që ka krijuar të tjerët. Le të kalojmë pak tek një temë më interesante. Tek Zoti. Shumë interesant Zoti, po. Ekziston, kemi edhe një Zot. Zotra ka shumë. Kemi në një Zot. Varet se në çfarë je duke besuar ti, apo me kë entitet energjetik ti je i lidhur. Ajo që unë quaj Zot është një energji primordiale që ka krijuar gjithçka. Ka disa nivele, le të themi, të qenit apo të entitete që të cilëve ne i lutemi, që ne i quajmë Zot. Unë nuk besoj se ka një Zot që të ndëshkon. Në kuptimin që ndonjëherë fet ajo muslimane apo ajo katolike e krishterë thotë që Zoti është aty për të thënë ke qenë i mirë apo ke qenë i keq. Kjo është pjesë e rrugëtimit të shpirtit. Shpirti është ajo shkëndija e Zotit. Ajo energji primordiale që ajo që unë quaj Zoti krijues është edhe brenda teje. Prandaj je ti ai që thua jam apo kam bërë mirë apo kam bërë keq. Ti po thua që nuk është Zoti dikush, një person fizik që ne nuk e shikojmë, se unë besoj që Zot është. Thjesht unë nuk e shikoj, do ta shikoj në momentin që unë të ndërroj jetë. Ti po thua që është thjesht një energji që çdo kush e ka. Nuk është, Zoti nuk është fizik. Jo, nuk është. Nuk do ta mendon ti që një herë në jetën tënde kur të ndërrosh jetë, apo nuk e di, do ta shikosh Zotin? Duhet të pyesim veten kë Zot. Kush është Zoti për ty? Ai që ka për malet, ai që ka për detet, ai që më ka krijuar mua. Kafshët të gjithë, krijuesin ton. Të kthehesh në anën e djathtë të Atit, që është pjesë e Biblës, le të themi, apo që është arritja më e madhe e një shpirti, është të kthehesh në atë nish që është pjesë e Zotit, që është Zoti. Zoti është një i vetëm, është i gjithanshëm, është gjithandej. Kjo është shpjegimi i Zotit. Të kuptosh që ti je pjesë e asaj gjithësie dhe që nuk je Sonila. Unë nuk jam Sonila. Unë jam pjesë e asaj gjithësie që është mali, që është toka, që është qeni, macja. Ajo mishkonja që të shpon. Kjo do të thotë që të shkosh edhe të përballesh me Zotin, do të thotë që të gjesh atë që të ka krijuar, domethënë të rikthehesh atje tek burimi, nga ti ke lindur, nga gjithçka ka nisur. Kjo nuk do të thotë që do përballesh me një fytyrë si fytyra e njeriut, edhe pse në Bibël apo në Kur'an thuhet që Zoti na krijoi në shëmbëtyrën e tij. Kjo nuk do të thotë që ka këtë formë fizike. Ka këtë forcë, ka këtë energji që e kemi edhe ne brenda, po jo këtë formë fizike. Pse duhet ai Zot të ketë formën e njeriut, edhe ka krijuar edhe qenin, edhe të mos ketë formën e qenit. Ka krijuar edhe malin, edhe të mos ketë formën e malit. Ka krijuar edhe Marsin, edhe të mos ketë formën e Marsit, e planetit.
pse ne njeriu jemi kaq egoist që të themi që Zoti është në shëmbulltyrën tonë, sepse ne këtë po themi, që ai atje është si ne. Themi që vetëm Zoti është pa gabime. Edhe perfekt. Po e drejt, po. Por ne të gjithë gabojmë. Po. Ne në këtë jetë jemi thjesht, nuk është jeta e vërtetë, është një sprov. Është një shkollë. Jo sprov, se nuk është atë që t'jetë e vështirë, se sprova nuk kupton që është e vështirë. Okej, Zoti na ka thënë shkollë. këtu në këtë jetë një sprov, një jetë sprov për të parë se cilën anë do mbash ti, do bësh më shumë të mira apo më shumë të këqija. Okej. Dhe kur të ndërroj jetë është jeta E vërtet. pavdekshme, e vërtet, le të themi. Thuhet se ka, se ne tashmë asnjë nuk e din nëse ka ferr apo ka parajs, nuk është asgjë e sigurt pa e provuar. Ka ferr, ka parajs. Sa e vërtet është kjo? Si mendon sipas mendimit tuaj? Dhe kush është ai që na gjykon ne për karmat tona të mira apo të këqija apo veprimet? Ndodh një diçka pas momentit të vdekjes, tregojnë, sepse unë nuk e kam parë akoma. kur të kthehem, do të ta tregoj pastaj. Ndodh një diçka pas momentit të vdekjes, ti përballesh me gjithë jetën që ti ke bërë, sikur ta shohësh në një film. Kështu e shpjegojnë. Edhe në çdo moment ku ti ke bërë një të keqe, ti e ndjen atë 1000 herë. Edhe ajo është ferri. Dhe më thonë, në qoftë se ti ke sharë një person që e ke vrarë shumë në zëmër, le të themi, me një sharje, ti atë sharje do ta ndjesh, atë dhimbje që ai person ka ndjerë, do ta ndjesh 1000 herë më të fortë. Dhe ky është ferri, sepse ajo dhimbje ndonjëherë është edhe e pa kalueshme. Se sa të mira ke bërë dhe se sa të këqija ke bërë gjatë këtij udhëtimi pas vdekjes, tregon se sa kohë ti do kalosh në ferr, se sa kohë ti do kalosh në atë pjesë që është pjesë ndërmjetme mes ferrit dhe parajsës, dhe se sa kohë ti do kalosh në parajsë. Në parajsë do jemi të gjithë të veshur me të bardha, të gjithë një gjatësi dhe të gjithë një moshë. Këtë nuk e di. Le të themi që shpirti nuk ka një moshë. Dhe më thonë, në qoftë se dhe nuk ka një trup, si trupi ynë. Dhe më thonë, nuk është ky trup që do shkoj në parajsë. Kur ti arrim parajsën, ti i e fshirë nga ky trup. Dhe më thonë, ti e ke hequr komplet këtë trup. Dhe ka ngelur vetëm emocionet që ti ke provuar në këtë tokë. Kështu që në qoftë se do themi që në parajsë unë do kem një gjatësi, do jam e veshur me të bardha apo jo, unë këtë nuk e di. Unë mendoj që në parajsë ti je prap pjesë e një të tëre që është paqe. Nuk është jetë, është paqe. Është ajo fusha me lule. Ne mund ta imagjinojmë si të duam, po është prap imagjinate jona. Është pjesë e paqes. Edhe e mira e paqes është që ti mund të rrish atje edhe të kënaqesh me të. Puna është se po qëse nuk je në gjendje si shpirt që të durosh vetëm paqen, do rikthehesh në këtë dimension për të mësuar diçka tjetër, sepse në paqe nuk mëson dot asnjë gjë. Sa jetë kemi na? Nuk ka një numër të caktuar jetësh. Po që se je duke pyetur veten se a ke pasur një jetë të kaluar apo jo, do thotë që të paktën disa, le të themi të paktën 10 jetë i ke pasur, të paktën 10, po mund të jenë edhe më shumë. Nuk mund të themi që një person ka jetuar një jetë të kaluar si njeri apo 10 jetë apo 100 jetë. Unë nuk jam në gjendje të jap një numër jetësh se sa mund të kesh kaluar. Ajo që mund të them është se në këtë jetë sa të dhëna ke sjell nga sa jetë të kaluara. Ne kur përpara se të lindim në trup, në dimension fizik, vendosim që të marrim disa dhunti, le të themi, nga jetët e kaluara, edhe të marrim disa nyje
që kemi për të, apo të mira apo të këqija që kemi për t'i shkëmbyer me personat e tjerë. Nëse i kemi bërë keq një njeriu, do ja kthejmë në një farë mënyrë në këtë jetë në një të mirë. Nëse na kanë bërë keq, do ja kthejmë në një farë mënyrë, do rikthehet ajo e mirë apo ajo e keqe që një person tjetër të ka bërë. Por kjo nuk mund të numërohet me një jetë të caktuar. Ka ndaj problem që u fik? Okej. Do me thënë, ne kemi pas jetë të më përbashkëme. Pa. Disa persona thonë dhe është pyetja e fundit. Disa persona thonë që përderisa ti bën pjesë meditimi, është edhe diçka jo vetëm për të besuar për jetët e mëparshme, apo të besojmë ato që beson ti, që thjesht ka një energji. Okay. Mund të vijë çdo kush, nëse beson në Zot, apo çdo kush që ka energji negative, apo çdo fe e ndryshme, mund të vijë tek ti, të beson ty për ato që bën ti për pastrimin e energjive negative. Unë jam shumë kurioze të di dhe pse pikërisht në këtë periudhë medituesit kanë dalë shumë në pa. Edhe shumë njerëz janë të kënaqur nga medituesit, por ka edhe shumë kundërshtar. Ato thonë që, mediton e ka punën e vet, por unë besoj në një Zot dhe kam komunikimin me Zotin, që unë shprehem, besoj atë dhe nuk më vjen kurrë e keqja sepse unë kam Zotin. Por njëkohësisht thonë që gjendja emocionale apo energjitë e këqija apo të gjithë depresioni le ta quajmë, se të gjithë sot jemi në ankth, duam apo s'duam, mendoj se të gjithë kanë ankth. Nga kjo fazë, nga kjo periudhë e kanë nxjerrë vetëm besimin në Zot, komunikimin në Zot, edhe leximi i librave të shenjtë. Okej. Sa e vërtetë është kjo dhe cili është roli i një medituesi? Ne jemi duke konsideruar meditimin si diçka që është e jashtme nga ajo që ne kemi bërë. Po, për shembull, edhe lutja e fesë muslimane është meditim. Edhe lutja e fesë katolike është meditim. Në murgjit ortodoks, në murgjit katolik, ekzistojnë momente meditimi të mirëfillt, siç është dhe meditimi indian. Është bërë një trend meditimi, në kuptimin që është bërë më i përhapur si term, por kjo nuk do të thotë që ne nuk e kemi përdorur ndonjëherë, sepse edhe ajo fjala e gjyshes që shko bë një xhiro, shko kalo natën përpara se të përgjigjesh një personi, është prap meditim. Nëse të ndodh një situatë, mos merr një vendim përpara se të flesh, ne themi ndonjëherë, fli si për këtij vendimi, pastaj nesër në mëngjes kthe përgjigje, dhe ajo është pjesë e meditimit, se ti i lejon vetes një kohë ku zemërimi apo shpejtësia me të cilën ti do të zgjidhësh problemin nuk të ndikon në vendimin që ti do marrësh. Ajo pjesë që ti e lë veten bosh, që ti e lë veten që të kthjellohet, atë ujin që është turbulluar nga të gjitha emocionet, ai është meditim. Dhe ne të gjithë kemi medituar gjithmonë. E vetmja gjë është që tani është bërë trend të quhet e tillë. E kuptoj. Ti edhe njoh se mirë energjive negative, që pastron energji negative nëpërmjet bimëve. Po. Por që për këto të bimëve do të flasim në një bisedë të dytë. Patjetër. Vetëm doja të di nëse ti e kupton një person kur ka energji negative që në momentin që e shikon, apo thjesht ai person duhet vite të thotë se çfarë ka, çfarë shqetëson. Unë bëj një test energjetik, mund ta shoh, domethënë mund të kuptoj disa lloje energjish, por që se janë shumë të forta në një person me energji negative të mëdha. Domethënë po që se janë të tejkaluara, në kuptimin që e sheh personin. Ajo që më ndodh është që në trupin tim ndjej dhimbjen e atij personi. Kur kam përballë me një person që jam duke testuar, në çakrat e mia ndjej bllokimin. Bëj një test energjetik që më lejon që të shoh se ku janë bllokimet e personit. Preferoj që personit mos mi tregoj më përpara, sepse ndryshe hyn mendja në mes edhe nuk është vetëm energjia ajo që jam duke lexuar, po jam duke u ndikuar edhe nga gjykimi që unë mund t'i jap personit. Kështu që
mund të ndihmoj duke testuar. Momentalisht mua më kupton se çfarë energjie kam. Ke një bllokim në çakrën e dytë që unë ndjej i lehtë, nuk është i rëndë. Çakra e dytë është elementi ujit, është vullneti, është dëshira, është emocionit, gjitha llojet e emocioneve. Mendoj domethënë që edhe vetëm duke veshur diçka portokalli, sepse çakra e dytë ka ngjyrën portokalli dhe për ta nxitur atë ngjyrë, për ta nxitur atë energji, të mjafton të veshësh diçka portokalli për ta tejkaluar. Çfarë do të them? E gjeta. Po si e gjeta? Të thash, ndjej personin që kam përballë, po që se më jepet koha siç më është dhënë me ty, sepse jo të gjithë personat mund t'i ndjej, jo ata që më kalojnë rrugës të paktën, se ndryshe nuk do jetoja jetën time, që e ndjej në trupin tim se ku mund të jetë një bllokim. Është pjesë e rritjes time shpirtërore. A ka zgjidhje ky bllokimi im të paktën? Patjetër, të thash të mjafton ndonjëherë edhe një unaz me ngjyrë portokalli, me një gur portokalli të mjafton, apo një byrzylyk. Realisht mbjelon pa fjalë. Do të bisedojmë bashk prap përsëri dhe pse jo të vi të bëj ndonjë seancë meditimi, mendoj që keq nuk i bën askujt përveç se mendoj se meditimi është të rritë edhe dashurinë për veten. Është pjesa kryesore e meditimit, është që të vendosësh kufijtë e tu të mirë, të pastër dhe të mos lejosh që të tjerët të prekin ata që është rrugtimi yt, të ndërhyjnë keq, le të themi, në rrugtimin tënd. Ky është meditimi. Të shtosh vetbesimin në vetvete. Edhe ta kesh shpirtin në paqe. Shpirti është gjithmonë në paqe, se shpirti nuk do t'ja di se çfarë jemi duke bërë ne. Ndonjëherë sikur nuk jemi në paqe edhe me veten. Mendja. Pa. Shpirti është në Zot, shpirti është pjesë e Zotit. Më shumë paqe se kaq. Tani un kam disa pyetje të shpejta që të përgjigjesh për 3 sekonda. Patjetër. Magjia e zezë është realitet apo bestik ny? Është realitet. Syri i keq po apo jo? Pa. Zilia mund të dëmtoj? Pa. Energjitë negative ekzistojnë? Pa. Dhurata nga i panjohuri, kujdes apo për frikë e panevojshme? Të dyja. Besim te Zoti apo mbrojtje? Të dyja. Mund ta përdorësh Zotin për të mbrojtur. Frika mund të sëmur? Pa. Mund t'i besojmë çdo personi që pretendon se na heq magjin? Nuk e di këtë. Varet, ka edhe persona që e bëjnë pa ditur se çfarë janë duke bërë edhe pa arritur në një pastrim të vërtet. Gjëja kryesore, dhe këtu doja të ndaloja më shumë se 3 sekonda, është që ti të mësosh vetë se si të pastrosh veten tënde. Kjo është gjëja kryesore. Domethënë ti duhet të bëhesh e ndërgjegjshme që nuk duhet të zgjidhin të tjerët problemet e tua. Kështu që nuk duhet të shkosh gjithmonë te dikush për të bërë një pastrim, duhet të mësosh se si të mbrohesh edhe se si të pastrosh veten. Dhe se si ta njohësh kur ke një energji të fortë. Jo, mendoj se është patjetër e nevojshme të shkosh te medituesi. Patjetër jo. Jo. Detyra e medituesit është të japi mundësinë që ti të ecësh me këmbët e tua. Dhe kjo besoj ishte një këshill nga ana jote për të gjithë ne që ndihemi të pasigurt, apo kemi energji negative. Ose mund të japësh një këshill apo një mesazh, duke qenë se të gjithë po vuajmë sot nga ankthi, dhe të gjithë nuk e kuptojmë, jo të gjithë e kuptojnë çfarë është ankthi, apo çfarë është depresioni, apo çfarë janë energjitë e caktuara tonat apo karmat. Kështu që unë do doja shumë një mesazh nga ana jote për të gjithë këto persona që sot vuajnë, por nuk e kuptojnë, apo thjesht kanë turp që shkojnë qoftë në psikolog apo meditues, në fund të ditës nuk është një turp. Jo, nuk është absolutisht turp. Të kesh probleme energjetike, të kesh probleme mendore, të kesh probleme fizike, edhe se ndonjëherë edhe smundjet këtu në Shqipëri ne i konsiderojmë turp. Nuk është fare turp, nuk është
asnjë gjë, të kërkosh ndihmë kur ti ke nevojë për ndihmë është gjëja e parë që duhet të bësh, në një psikolog, në një meditues, në një mjek, në një psikiatër, nuk është fare e turpshme kjo gjë. Ajo që unë po thosha është që ky është hapi i parë që duhet të bësh. Hapi i dytë është që ti të mësosh të ecësh me këmbët e tua. Të mos jesh e varur nga askush. Nga askush, dhe ta shikosh atë si një dritë të bardhë gjithmonë, por që ti beson vetes tonë. Duhet ta ndezësh atë dritën brenda teje. Edhe sidomos medituesi, po edhe psikologu, këtë ka për detyrë të bëj. Ka për detyrë të ngreri në këmbë, po që se ti ke rënë. Sonila, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit juve. Faleminderit për intervistën dhe për energjitë e mira që më dhe. Tani do të shikojmë shenjat e horoskopit me astrologën vedike Afërdita Zaja që ju e doni pafund. Afërdita, përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje dashur, faleminderit për ftesën. Tani nisim direkt me shenjën e parë. Patjetër, atëherë të gjithë njerëzit e kanë marrë vesh njëherë që kemi një eklips të fuqishëm në 12 dhjetor, pra nesër. Dhe do të themi dhe orarin këtu të eklipsit, qoftë njerëzit duan ta marrin vesh, eklipsi zgjat nga ora 7 deri në 9 në mbrëmje, pra 2 orë. Dhe sipas astrologjisë vedike, përpara se të fillojmë me shenjat, ca këshilla një herë, domethënë ta di njerëzit çfarë është eklipsi. Atëherë unë vedikët pra nuk i këshillojnë njerëzit të dalin nga shtëpia në këtë orë, as të hahet, as të pijet, dhe mirë është që mos të lihen as ushqimet për jashta në këtë orë. Pra nga 7 deri në 2 orë nuk janë shumë. Në këtë eklips kemi diellin, hënën, Jupiterin dhe Mërkurin, të gjithë janë pra në shenjën e Gaforës. Dhe astrologjia vedike i tregon shumë të sakta, ndodh në një nakshatre që quhet Ashlesha, sipas astrologjisë vedike. Dhe simboli aty nëse më kemi folur pak fare për këtë gjë, simboli pra është i gjarprit. që në kupton dy gjëra. Helmimin, pra fjalët që mund të jenë helmuese që themi atë ditë, ushqimet duhet të keni shumë kujdes, nuk duhet fare ngrënë gjatë orarit të eklipsit, as pirë, përveç njerëzve që kanë laçe ose bebat që duhet patjetër, okay? Ata bëjnë për jashtë. Por ngjarpri do të simbolizojë ndërrimi i lëkurës, ndron lëkurën. Pra kemi transformime shumë të mëdha. Eklipsi do të thotë përfundon një gjë dhe më pas fillimi i një cikli. Por ngjarpri nuk kupton gjithashtu jo vetëm helmimin ose gjërat si thua të tilla, por simbolizon edhe zgjuarsinë. Dhe në praktikat shpirtërore kjo quhet kundalini ose hapja e çakrave nëse të dëgjuar. Pastrimi i çakrave, zgjimi i kundalinit, energji është super inteligjente. Pra edhe këtë e përfaqëson kjo energji eklipsi. Pra nuk është vetëm negative, në fakt është shumë pozitive për njerëzit që merren. Unë sigurisht i këshilloj të bëjnë meditim luxoshën, të vinë të klasat falas online me mua që kanë dëshirë të thonë të mësojnë disa mantra në shqip. Sepse kur bëhet meditim në kohën e eklipsit është si thua 1000 herë më e fuqishme se sa kur bëhet në kohë të tjera, kur nuk është eklips. Në rregull? Aq më tepër që është eklips aty që përfaqëson gurut, ligjet hynore të multiversit, diturinë hynore në këtë eklips, gjithashtu është Jupiteri dhe është shumë pozitiv. Pra, dy gjëra ka kryesore eklipsi, transformime të mëdha, domos për disa shenja si Virgjëresha dhe Gaformja, sekrete do të zbulohen në këtë eklips. Në mënyrë kolektive gjithë njerëzit botërisht, disa gjëra të thella mund të largojnë nga jeta juaj, pra sekretet është energjia në kësaj në fakt. Ashlesha dhe eklipsi mund ketë përfundime, largime të energjive negative, dhe cilat fushat e jetës do të kenë këto sekret ose transformime, do t'i zbulojmë për të gjitha shenjat. Atëherë, të duash mund të fillojmë? Po, nisi. Në rregull? Okej. Atëherë ato që janë shenja e dashit, ose kanë ascendentin dashi, ose kanë planetet të tyre në dash, diçka e madhe mund të ndryshojë në lidhje me vendbanimin e tyre.
dhe ose mund të zhvendosin ose mund të kenë një dëshirë të fortë për të ndryshuar mënyrën se si shikojnë jetën dhe çfarë i bën ata të lumtur. Tregoni shumë të kujdesshëm dashët nesër, sidomos gjatë periudhës së eklipsit, dhe efektet e eklipsit me qira fjala janë 6 muaj pasi të ndodhi eklipsi. Nuk është se 2 orë dhe mbaroi gjithçka, në rregull? Dashët duhet të kenë shumë kujdes me ulje ngritje emocionale dhe sidomos me pjesëtarët e familjes, ndonjë sekret, des çfarë thoni, dhe çfarë zbuloni në shtëpi brenda ose në planimin tuaj. Okay? Këto e kanë dashët më tepër. Atëherë marrim shenjat e tjera, pra ku të zbulojnë sekretet ose ku duhet kemi shumë kujdes se çfarë themi në cilat fushat e jetës. Ata që janë ashtu Demi. Mund të kenë një ngarkesë emocionale me vëllezërit ose motrat, fëmijët, miqtë afërt. Gjithashtu, duhet të tregojnë shumë të kujdesshëm dhe nëse kanë distanca të shkurtra, udhëtime në distanca të shkurtra, sidomos pra nesër gjatë eklipsit mirë është mos të dilni fare për jashta. E kupton Klea pse nuk është mirë që të dalim për jashta ose pse nuk duhet ngrënë ose këtë energjia e lëmimit si thua gjatë eklipsit, sepse nesër quhet eklips titular dhe astrologjia perëndimore nuk e sqaron dot, por astrologjia vedike e sqaron. Përpara diellit do të mbulohet nga një planet hije që quhet Ketu. Si quhet? Është një planet, Ketu quhet, K-E-T-U. Ketu. Ketu. Dhe ky planeti do ta mbulojë diellin dhe quhet, si thua, do ta hajë diellin, ngrënia e diellit ose vdekja e diellit dhe pastaj dielli përsëri lind, pra quhet rilindja. Prandaj gjatë eklipsit nuk është mirë që rrezet e, domethënë, kur dielli mbulohet, këto nuk është mirë të vinë te ushqimi jon, nuk është mirë as tek gjërat që pim, nuk është mirë fare të lënë ushqim ashtu në fakt. Futini në dollap ose diçka tjetër. Kështu bënin njerëzit në kohët e kaluara. Atëre tek demët, pra kujdes me marrëdhëniet me vëllezërit, motrat, domethënë debate këto gjërat ose mund të ketë gjëra sekrete në lidhje me to. I këshillohen energjia e duarve shumë e mirë nëse luajnë një instrument ose diçka muzike, duart mund t'i përdorin, ose fillime dhe të reja me marketing me këto gjërat, është pozitive në fakt nesër për ta. Është dhe shtëpia e guximit. Pra kjo është më tepër për demët. Binjakët. Okay? Atëherë për binjakët, trazira emocionale transformime në lidhje me familjen tuaj, por do t'i përket edhe zërit. Sillimi me butësi, me familjarët, do ketë gjithashtu fillime të reja me financat, pra ushqimin, dieta. Gjatë këtyre gjashtë, si thua, fillon nesër të energji, të keni mundësi për të ndryshuar dietën. Sigurisht, dieta e balancuar, hënore dhe diellore që më rekomandoj, pra është vegetarizmi, domethënë mos ngrënia e mishit, sidomos gjatë eklipsit. Nga ora 7 deri në 9, as mish as gjë, as gjëra alkolike. Kujdes, sidomos juve binjakët, sepse energjia e ushqimit do t'i preki më tepër. Fjala dhe zëri juaj do të janë të fuqishëm. Tregoni të kujdesshëm çfarë flisni, sidomos me gjëra publike. Ty Klea nuk të kemi binjakët? Binjakët. Binjakët edhe unë, duhet të kem kujdes domethënë kur të flas. Gjërat publike pak më me kujdes nesër sidomos, sepse mund të ketë përsoje që përket 6 muajve. Duhet të jem shumë. Atëherë ascendenti Gafore? Gafore. Gaforia preket më shumë, sepse eklipsi do të ndodhë në Gafore. Dhe personaliteti i tyre, në fakt trupi fizik, gjëra ndryshime, transformime, nesër, do të zbulojnë më qartë se domethënë kush jam unë, do të pyetja dhe cili është qëllimi i tyre. Mirë është për gaforet absolutisht të bëjnë meditim lotusoshëm, dhe nëse nuk e din çfarë janë dhe nuk e kanë ardhur ndonjë placat e mia, të paktën aty ku janë në shtëpi mund të thonë. Me trup pak më drejt dhe duar përpara me lulen e lotusit, të thonë unë jam një qenie, unë i dua vetë mirën, ose unë i dua qenies të mirë, ta përsërisin 10 herë, 20 herë këtë
me Z. Është shumë e fuqishme dhe pozitive për to. Kjo është një tip lutjeje, apo meditimi, apo manifestimi? Me mantrat që thuhen nga qendra e gojës thuhen bërë në shqip, për ne shqiptarët, ka me efekt pozitiv dhe duhet thuash diçka që është e vërtet në të gjitha kohrat. Ti je një qenie, ekziston, nuk po them ti je Kleja, ti je Fërdita, ti je, nuk po themi emra dhe epitete, po thjesht unë jam një qenie, ekzistoj dhe dua që qenia ime të jetë mirë. E kuptojmë? Pa. Ta thuash që sidomos gjatë eklipsit është shumë pozitive. Çdo kush mund ta thotë sepse çdo njeri ka zë dhe njerëzit e përdorin zërin dhe konjën gjithë ditën, apo jo të paktën ta përdorin një herë për veten tyre. Atëherë gaforet do të preken më shumë, të tregojnë të kujdesshëm dhe të butë me veten. Dhe dielli që mbulohet nesër gjatë këtyre 2 orëve dhe nuk do shihet shkëputimi që fjala, në 7:41 është kulmi i eklipsit. Kur të ndodhi eklipsi, moseve gaforet, pra energjia e diellit përjashta mbulohet, por ajo që është pozitive është energjia diellore, si thua, solar plexus, chakrat ose këto gjërat, pra energjia nga brenda, drita nga brenda, ndriçohet. Por sigurisht pa bërë meditim ose qëndërzimin e trupit nuk mund të kenë efekte pozitive dhe nëse nuk e përdorin dhe zërin për veten e tyre. Okej? Po. Nuk kenë ngritje ulje emocionale, gaforet shumë nesër. Tregoni të balancuar. Luani. Vazhdojmë? Po, Luani. Luani, sekrete Luani. Duhet kenë shumë kujdes. Disa sekrete mund të zbulohen sepse eklipsi ndodh tek shtëpia 12, astrologjia e tyre, që do thotë gjëra të fshehta që nuk dinin më përpara, mund të zbulohen sekrete shumë të thella. Njerëzit që nuk kanë qenë të sinqert me ju mund të demaskohen. Por edhe sekretet e juaja mund të dalin në sipërfaqe. Balans nesër luanët. Të tregojnë të kujdesshëm, sidomos në lidhje me njerëzit të huaj, ose janë shtetit me pra jo shqiptarët. Ato mund të kenë pengesa ose gjëra të tilla. Është shumë e mirë sigurisht edhe për ta për të ketë balans më tepër, qëndërzimi për sëritja e mantrave. Okej? Virgjëresha. Ata që janë ascendent virgjëresha. Mund të ketë situata emocionale me miqtë e tyre, rrethit shoqëror, disa miqësi mund të prishen ose mund të përfundojnë, nëse nuk ju shërbejnë më. Pra, sekretet mund të dalin rrjetet sociale ose diçka që ti prek ty mund të shkate që janë virgjëresha. Kenë shumë kujdes të mos shkruajnë gjëra kot në kot, mos nesër, ose të bëjnë video kot në kot, të më thënë kujdes nesër. Do t'i preket pra rrjetet social. Kjo është tek virgjëresha. Në rregull? Po. Peshorja, peshorja, fusha e sekreteve që do të dalin tek këto, si thuash, ose gjërat që do të tunden pak si thuash, është në karrierë. Të tregojnë peshoret, pra ata që janë ascendent peshore, shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet me kolegët, me bosin, ato shefin sidomos, mund të ketë pak stres, trazira emocionale, thjesht lëreni të kalojnë. Mund të dalin në sipërfaqe sekret që lidhen me punën, profesionin dhe me mënyrën se si kolegët të sillen mbi ju. Më pas mund të kenë pra ndryshime në aspektin profesional. Në fakt pasojat janë për 6 muaj që do të vinë, derisa të fillojë eklipsi tjetër diellor. Dhe me qira fjala pas 2 javësh në 28 gusht, në 28 gusht kemi një eklips tjetër që është hënor. Pra eklipsi hënor dhe diellor ndodhin në 2 javë. Që do të jemi sërish besoj në lidhje për të parashikuar këtë eklips dhe ndikimin e shenjave. Dhe gjërat që prekin, domethënë, të gjitha ascendentën, siç e shikon, janë në fusha të ndryshme të jetës. Dhe sa më shumë t'japim dituri të saktë, pra astrologjia vedike është shumë e saktë. Ascendenti Akrepi. Mund të zbulojnë rrugën e tyre shpirtërore, të ndryshojnë besime, është një proces emocional që lidhet me
edhe me babain e tyre, babain autoritetet, gurut mësuesit. Okay? Duhet kenë kujdes çfarë thonë me ta, mos nesër, respektin ndaj gurut ose këto gjërat është gjithmonë pozitive. Ata që studiojnë është e mirë për ta të studiojnë gjëra domethënë ato shkollëtar ose gjëra të tilla, kurse gjë e mirë që mund bëj ashtëtia krep është pra të mësoj ligjet hyjnore të multiversit. Është gjëja më e mirë për sosin për krepët. Ligjet hyjnore të multiversit ne i bëjmë mantra tek meditimi lotusoshëm. Për shembull, asnjë qenie nuk të pushton një qenie tjetër. Mirë është ta thona krepët këtë. Nesër, domethënë kur me 12 gusht, sepse nuk e di kur do ta tregoni këtë videon, okay? Ndoshta është nesër. Ascendenti shigjetar. Me shigjetarin. Shigjetari, edhe shtëpia e shigjetari, domethënë tek aspekti vetike, ulje ngritje emocionale për ta nesër, sepse mund të jetë një periudhë goxha sfiduese për ta. Shigjetarët janë shumë të prekur, përkoret. Duhet të kenë shumë kujdes. Patjetër balans. Unë jam një qenie që dua balans. Mund ta thonë si mantra, që duan pra të një gjendje balancuese emocionale. Por nga ana pozitive, në fakt shigjetarët mund të kenë para të papritura, pra para që vijnë nga të tjerët. Që ndoshta në një lajm të mirë mund të shkruaj koment ata që i realizohet dhe manifestohet kjo gjë. Por përpara se të kenë këtë gjërat e parave, shigjetarët do të kenë pra një pastrim. Mund të përjetojnë ankth, shqetësime, situata shumë stresuese. Dhe sekretet dalin në sipërfaqe. Këto sekrete nuk lidhen sigurisht me marrëdhëniet tuaja me veten, por edhe me njerëzit e tjerë. Duhet kenë pra shumë kujdes. Si gjithmonë, meditimi lotusoshëm, përsëritja e mantrave është shumë e rëndësishme. Britsjapët. Okay. Fusha në cilën britsjapët do të preket në këtë eklips është partnerja, marrëdhënia. Mund të ketë pra emocione, lëkundje, nesër pozizione me partnerin, mos jetë ose eklipsit, ta dini pse nga vinë komentimet ose gjërat, por mund të ketë dhe sekrete që zbulohen në marrëdhënia. Ndonjëherë disa gjëra jo të hijshme, ndoshta. Sido që të jetë mundësi për një partner të ri gjithashtu ose për fillimin e partneriteteve të reja është e mundur gjatë këtyre 6 muajve. Për britsjapët, po. Pra, lëkundje emocionale tek marrëdhëniet. Keni kujdes aty, domethënë që janë martuar ose kanë partnerë, domethënë në kuptimin më të butë nesër. Ne kujdes, mos të zbulohet edhe një sekret. Sekret ndoshta i mirë, ndoshta jo i mirë. Okay, Ujori, ngarkesë emocionale lidhe me shëndetin ose punën e përditshme, gjërat që bën për ditë. Mund të kenë pak dëshime, pak pengesa, pak sfida, dhe mund të zbulojnë gjërat të fshehura për shëndetin e tyre, gjithashtu mundet. Okay, varet sigurisht, është ndryshme për gjithë ujorët dhe varet nga planetet e tyre ku janë pozicionuar, sepse çdo njeri është unik. Rregull? Pra varet nga shumë gjëra të tjera. Por mund të zgjidhen dhe probleme shëndetësore. Në fakt. Eklipsi pra ndodh gjithashtu një hënë të re në 12 gusht dhe përfaqëson fillime të reja. Kjo është më tepër për ujorët të shëndeti, të bëjnë i këshilloj meditimi lotusoshëm në kuptimin ku bëj seanca falës online, WhatsApp, të mësojnë të paktën qëndërzimin e trupit dhe si balans të ketë shëndet të mirë fizik, mendor dhe shpirtëror, sepse janë të lidhura të treja. Marrim shenjën e fundit? Pa. Peshqit. Eklipsi do të ndodhi në shpinën astrologjike, krijimtaria shumë e mirë, marrëdhënia me ata që kanë fëmijët dhe njerëzit që janë të sapo dashuruar ose marrëdhëniet romantike mund të preken të lëkunden pak. Nuk rekomandojnë ato që janë në peshq të lidhen nesër i marrëdhënie të re.
që duhet sipas strategjisë medike. Pra mund të ketë luhatje emocionale në marrëdhënie me fëmijët ose dhe me partneritetet romantike. Kjo është fusha në cilën ata do mund të lëkunden pak. Në rregull, megjithatë, ky eklipsi diellor ndodh në një hënë të re. Pra në 12 gusht kemi dhe një hënë të re. Në këtë nakshatra Ashtesha është gjithashtu një kapitull pra i ri për ta, për peshqit. Në rregull, këto ishin më tepër. Të falenderoj shumë, por unë doja të di se kush do jetë shenja më me fat në dashuri. Shenja më me fat në dashuri, nesër më mirë nuk ka asnjë shenjë fat, vetëm ata që tash që mund të kenë fitime dhe para nga burri ose gruaja. Kjo është vetëm pozitive që tash, por në përgjithësi nuk është mirë që të bëjmë gjëra të reja gjatë momentit të eklipsit. Sido që të jetë, më e favorizuara ujori, zgjidhje për shëndetin, problemet të tjetra, virgjëresha, mundësi financiare, siç e thash, ndoshta dhe realizim dëshirash deri diku, peshorja në karrierë, ndryshime. Okej? Kurse shënjetari, Luani, pra Luani është shumë ndikuar sepse me këto kujdes, streset dhe ndryshimet e papritura, gaforja, ngritje, ulje emocionale, goxha të rënda. Në rregull, këto ishin më tepër. Afërdita, të falenderoj shumë, bashkë do të shihemi sërish, por jo vetëm për të parë shenjat e horoskopit, por edhe për të ditur pak më shumë se si të qetësojmë shpirtin, si të manifestojmë dhe si të meditojmë. Është kënaqësi që të kam gjithmonë në studio dhe do jesh gjithmonë e mirëpritur për të dhënë informacionet e tua shumë të sakta dhe të sigurta që njerëzit i besojnë dhe të duan ty dhe ato gjëra që thua ti. Falenderoj shumë. Ja, pra kështu erdhi fundi i programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.